Se i kanë martume, jam dapi burrit. Ai shkon i martume 10 herë, po unë s'e kam ditë. Derisa më ka çuar te shtëpia. Se burri nuk flet me mua, po me vjerën. Një dhomë. Burri ka flet me vjerën. Po. E ju me ty? Ja, se nuk dojke. Ato e ke morë vish si skllave me na bë punë, fillim në sjell mirë. Si vjera, si burri. Edhe tona ka nis me mushtru dhuna fizike. Si pi vjerës, si pi burrit. Se kë ty je shku me frajera, ty je shku me burra tjerë, me shtazon me tjerë, jo me mua. Mas jo ktheva në shtëpi, nuk dojshim me sy më pa. Nuk dojshim më pa, dojshim më hjek pi shtëpia. Femna pe shtëpi largohet për hajni, për kovni, për çdo dyja. Kur dojsha me shku te familja eme, vjera the kjo jo që tash e kanë. U baj kë vaki 2 muaj, 3 muaj nuk shkojsha te familja eme. Me sy nuk ishe, sa veç përmes telefonit. Po. Nuk më jepshin në bok 24 orë. Edhe ata kur ma beshin ma gjushin sikur një stërvine. Veç hatri nans kom dëru se pasha Zotin s'kisha dëru as një sekond. Por gjynin që ta kom dhënë çika jeme mos del. Mos del se na mërft. Ju kisha lut për hir këtij fëmie që po rritet jetim, vet non, vet bab, pe kam shumë vështirë ja dal. Ke shike atë prindrit që vishin i shishin fëmin e ma bëjke mam ku e kam babin. Miqtë e mi dashur, përshëndetje prej meje Lauretës. Na sot e renin e kemi në qytetin e bukur të Pejës, ku kemi arë me vizitu një non vetoshyse, cila quhet Hykmete, edhe kujdeset vetë për vajzën e vetë 7 vjeçare. Ka pas dhunë fizike, dhunë psiqike, i ka përjetu gjithë të gjona, po tash kena me shku edhe me fol pak ma shumë me ta, edhe me na tregu historinë e jetës vetë. Hajde një të shkojmë të atakojmë Hykmeten. Hykmete si po kalon? Mirë, faleminderit jo. Mirë edhe na që shtë. Po vjen mirë. Sot ardhëm me bisedu me ty për jetën tonë dhe sakrificat e një naneve të shyse, do më thona. Më në shfillimisht me na prezentu nga jeti. Po, unë jam Hykmete Maz Nikolli, jam e Lugët Branit e Kusuriqit, po jetojmë pri. Jam nanëve të shyse, i kanë martume, jam dapi burrit, që kom pas dhunë presion. Me të kazu me i motër, ujtjet e mija duhet një roman me shkru. Një roman, një muj me rëshkru romanin që kom hjeku. Fillim, kur jem shku, që jam martu, jem shku të ata, fillim në sjell mirë. Si vjera, si burri. Po aty o kanë problemi se ato gratë që janë kanë të martu me, kanë pas kredjem, e pse unë me linë qik. Për që ata. Edhe tona o ka nis me mushtru dhuna fizike. Si pi vjerës, si pi burrit. Pse ty qik e jo djallë. Unë tash shkru me të Allahit, unë nuk muj me bo fëmin me grep. Kur të shkrunaj. Shtu që... Kjo ka qenë arsyeja pse ka fillu do me thonë po, dhuna që të fizike. krejtë o konë arsyeja. Edhe përveç prej burrit ke pas dhunë edhe prej vjerrive. Po, jo pi vjerës. Vjerrit nuk e kom pas, që o kanë ide kom vjerin e kom pas gjithë. E vjera ka ushtru dhunë fizike ndaj teje? Po, jam kanë shtazon, kur jam kanë shtazon të mujnë e 5, e kanë pas një djallë ata aty. Po. Që e këshyshën thëshin jo, nuk është vëllau djalli jam, po kanë djalli sa i ti. I që ti burrit. A i shkon i martu me 10 herë, po unë s'e kom ditë. Derisa më ka çuar te shtëpia. Dhe kjo jo djali vllaut, jo djali migjes, jo djali kushurinëve, derisa shkova ata më ka shkallzu. Më kanë shtinë, jam kon 5 muaj shtazon, më kanë shtinë me lut me top me çartin. Do më thotë ke pas presion me abortu fëmin edhe... Po, më kanë shtinë për me abortu fëmin, më kanë shtinë me lut me top. 5 muaj shtazon jam kanë. Vjera. Për mja bë qefin djallit. Edhe unë mu ka duft, jam dytyru me dalë. Që për ndryshe kërset këtë dajoko. Mu për mduket e pa logjikshme, qysh një grumë të me bashkë të gjona, po njëjtën ku e di që mundet edhe me qenë ndoshta e vërtet, se ka shumë raste tilla. Oj motor, nuk dal këto. Arsyeja shumë e keqe, shumë ordinera. Po, nuk dal këto unë për gërnjeshtra, se unë nuk bëj famë me gërnjeshtra, unë të kallëzoj të realitetin, e kallëzoj vujtjet që i kom pas. Po. Veç ajo femen e di që i ka përjetu, që i ka hecë në rrugëve të mia, ta beson. Edhe të pensin, uj dola me lujt me ta, kur shkova në brame, shkova rash me fjeta në gjysë natës. Tash s'po t'i kallëzoj ato, tash pede, po. Edhe ju shku e kom lajrë mu burin se burri nuk flet me mua, po me vjerën. Një dhomë. Burri ka flet me vjerën? Po. E ju me ty? Ja. Pse? Pse nuk dojke, vjera thik. Ato e ke morë vish si skllave me na bë punë tjetër gjas ki pas, me mu ke me nejtë. Do me thonë kjo ka qenë mendimi vjerës? Po.
Do me thoi Hikmete, ti ke përjetu krejt të gjona, po qysh janë këndjesit e tua ato ditë, do me thona, ke pos ditë lumtura në martesë? Pes jom hiu në thash vish një ditë, më konë e lumtur desa kanë marrë vesh që jom shtatzon. E desa kanë, që të 4 muaj që jom konë shtatzon, jom konë perfekt me ta. Si ka vjera, si ka burri. Kur murën vesh që shkova me këshur thmin, me këshur gjinin qa është, kur mura vesh që është qik, pe aty që t'ja ka nisë. Do me thonë momentin kur kanë marrë vesh që ki vojzë, po si një jetë vojzë, ka fillu masandej dhuna dhe krejt të gjona. Amo po duket shumë palidhje dhe shumë gjatë. Duket palidhje, po kjo është realiteti, mote. Kjo është realiteti që e kom përjetu une. Nështë nuk besoni, po e vërteta është kjo. Ti pa tjetër që e flet versionin edhe ato që e ke përjetu. Edhe ke pos dhunë fizike dhe më thonë, non-stop. Shkova në spital, e thira këto, tha jo s'ka me qu, i tha vjerës, jo, tha, na nuk e kem për detyrë, shka vetë. Okej, e kom thirë taksin, i kom lajmu njëherë familjen teme, vlaun tem, mu ka du vlau marrë pe i Kusuriqit, marrë në Gjakovë. Burrin të e pas aty, vlau më që në spital. Jom shku kom nejt një moj dit, mbrojtje thmis, veç 2 herë ardhë, edhe ata ardhë, pse i ki thirë familjen tone, pse i ki kalzu familjes tone. Edhe mam nuk jë nduk. Kom i heku në një muj dit, familja to pedat me mu, jo burri as vjera, po familja. Nese shkoj, kaloj e ko, mas jo këthejva në shpe, nuk dojshim me sy me mpa. Nuk dojshim? Me sy me mpa. Nuk dojshim me mpa, dojshim me mhjek për shpije. E ki thash, ta di arsyen për çfarë, se femna për shpije largot për hajni, për kurni, për çdo dyja, sa e dione. Tha jo, ti nuk e ki fëmin me mu, tha e nuk është fëmija jam, thash, a do me ta dëshmu, thash edhe me ADN, shkoj me bojnë ADN, thash nuk ka pik problemi për mu. E bojmë ADN, edhe ta kellzoj, shku me bojmë ADN, dulë se është qika saj. Do me thonë, dej aty ku edhe s'ka besu që është fëmija i ti? Jo, s'ka besu, se kur visha të familja jeme, thëke, ty e shku me frajera, ty e shku me bura tjerë, me shtazon me tjerë, jo me mu. Do me thonë, ka shumë përjetime ke po? Shumë, krejt vesh, kur e ka morë ajo vjera thiken, 7 zone jëmë konë, ka morë vjera thiken edhe ka thomë, shele kuder tha se qëtar të bije me thik shpërthej. Atër që aty e ko morë traumone. Që aty edhe pak shtazania që e bët vetën, që ndryshon gratë. Gjithë shka... Ne, okej, thash, nëse jom ka ju bëj diçka, thash, orno, që këm keni, boni qka dënë me mu, veç thash, mos harros që kom familjen. Nuk jom e vetëmi. Tha, ajo, ta bofsha kështu familjes, në fash shpreje, edhe e kom kry. Edhe kom ndëru që ashtu derë si ka arë një qika. Po a ke denoncu dhunë, e kom denoncu, do me thonë me jetë edhe... Nuk e kom denoncu, po e kom thirë konet, konatat, më kanë thonë tash foli me ta, edhe me burin, edhe me vjeren. Kanë folë që ata 2-3 dit, ju më konë ju, adi ju në stabilizu, apet ja kanis. E po? Tona erë një qika, mirë bëllë, edhe kur shkojsha edhe plus, edhe diçka kom. Kur dojsha me shku të familja eme, vjera thëke jo që ta shqipon. U bëj ke vaki 2 muj, 3 muj nuk shkojsha të familja eme. Me sy nuk ishe, e vesh për mes telefonit. Do me thonë edhe ta kanë kufizu edhe... Jo më nu, gjdo në njërë me myllë, si kur një zago, se një pëllum që është ka faze nuk e lojnë me dalë. Qashtu jam kone më shenë une. Po pse, a ka pos na i bazë gjithë kjo gjelozi, gjithë kjo rejtë? Vjera, se mja dasht, nusja, kur të martohet, djali martohet për qatë gru. Po. E nusja shkon për qatë burë, nuk shkon me nejtë vetën. Pse mu ma dasht i djali mu, po jo unet. Unë e du ma shumë si djali, qësh me thonë, pse me dasht i djalin tem, kur e du unë e kam djali tem, i thash moj, non thash të kitanin, thash i shala të arru zotin, po një marë për qëtë person, nuk i marë për ty. Qështë ka thonë vjera pse po ma do djali? Pse po ma do djali. Kom përjetu shumë, nese të krejt. Sa vite ke qëndru e dashur e martu me ti? 4 vite. 4 vite, do me thonë ke dëru... E qësh kanë qenë ato 4 vite? E sile një, do me thonë vojzën, tani ma ndena qësh shkun gjona? O, valoj më i motër dhe ma keq. S'ka ndryshu heq, unë më në të hajt tash bëhet bab. E ndryshon, kjo edhe masi.
shkoj ke natën, ndil ke natën, sabaj vike, i pit, vike reke, nisëm reke dhe mu. Do me thonë qysh shkun gjanat hikmete, masi e sjellën je do me thonë vajzën, çka ndodhja, ndryshoja? Jo, për kundra se ky ka dosh me ma hik qike, më largu pi qikës. Me ma hup, qysh me thonë, mja fal ketër kuj. Ka dalë hecimi. Po. Ka dosht me ta marrë vajzën Po, edhe me me ja hik. fal Po. tjetër kujt, po pse? Se ka desh qike, pse qik, dhe ke pa tjetër me e ba djallë. Po zemër, a është mirë ai njeri kështu në tru? Nuk është, A kështu, ka ndaj problem shëndetësor psiqik apo Nuk e- se nuk një njeri normal nuk menoj që mundet me i bë këto gjana? për menimin tim, nuk o kanë rregull, po nona vetë thë kjo është shumë rregull. Të mjekt e kanë pas dhe mek, e kanë kanë thonë që s'kanë rregull, për mendimin tim, ai nuk o kanë rregull. Jo, çto gjana që Që i i ka- tregon ti po. nuk besoj që se unë nuk jam psikiatër ose diçka. Po. Po thjesht muna me kuptu që këto gjana një njeri normal nuk mundet me i bë. Jo normal, ai një njeri që është normal nuk i bën veç ai që është smut psiqikisht. Unë jam kon Edhe po besoj që do trajtim, po ti a e more forcën me e denoncu. Ke pas dhunë fizike. Çfarë dhune fizike bëhet fjalë? dhunë fizike merkem që i kënë dhumë, më shelke në dhumë. Po. Nuk më jepshin buk 24 orë. Edhe ata kur ma beshin ma gjushin si ku një stërvine. Ma leshin që aty në dhumë. Do isha marrë poshtë, me po në televizor, në orën se na diçka me hek, Po. me rëzin, me fol, me tonse, me burë. Thëshën s'kish ka lyp ti shkonet. Një mujt dhe që shtu këmë dëru, sa nuk mujta ma, edhe denoncova në polici. Po ma se denoncove në policia, a ka vujt do me thonë dënim Ja, ai? ja. Hiç- Veç desa e kanë mërë deklaratën. Edhe nuk E kanë nuk shu. është dënu prej Ja, hiç, as një minut. Veç sa e kanë morë, sa vonon një me jep deklaratën edhe e kanë shu. E ti, mas e denoncove, ku jetojsh tani? A u ktheve te familja apo te... Jo, se më thanë, a do me shku të familja jote, a do në shtëpi sigurt, tash ku më thonë jo, se për momentin dhe ata jenë kompakt ta cërum. Po, Shko ku si shka ka bo kë, edhe nuk kum dash me shku ade, ma mirë kum dash me kon pak edhe kum dash me mor pak veten, po. shtëpi sigurt në Gjakovje më kam. E mas denoncimit, ty t'ka ndërgu në strejmorin e grave, Po, dhunë. po, Edhe ke qëndru atë për rreth një vete gjysë. po, një vete gjysë. Vajza në atë kohë sa vjet i ka pas? Dikur 2-3 muj pa e bërë një vjet. E vogël Do a me kanë thonë shumë. afro një vjet. Po mu kanë, më falë që për ndërpej, ku më kanë quat jam, mu më kanë quat paralizume. Se më kanë prunë gjatë gjendje sa e paralizume më kanë. I paralizume. Po, si paralizuar një të njëri, totalisht. Po. Nuk më kanë gjendje për qik teme me më kujtis. Mi kanë këshyr ato gratë shtrimorës, ma kanë këshyr qiken. Me la, me vesh, me hangër, me pi, me krejtë, sa nuk mujt. Një njerë që paralizohet, si s'mundet as me fol, kom shkojshin latë pi mërzije, se s'mujsh as kish ade pi nati, se s'kisha fuqi me më kujdes për qik. Po, e dashur. Po. Tën këtu fakte, do me thonë se ti prej dhunës të burrit edhe të vjerës Po. ke ra edhe në paralizë. Po, Edhe ti ke pas fakte edhe e ke denoncu në polici, po. edhe nuk ka marrë dënim, do me thonë hiq. Ja. Po pse? Se si ka shkel me parë i motër, o kanë pasonik i Gjakovës, thuja gjysën e Gjakovës e kanë. O kanë pasonik Tom Gashën, ky avokati që është më i nalti në Po. Prishtinë, u shku e kanë pagu avokatin edhe u mshela jo tim. Do me thonë, po thu që me pare ka korruptu edhe policinë edhe shtetin, edhe sot do me thonë nuk ka marrë as pak dënim për kundër dhunës që ta ka bë Hiq. dhe që t'ka qu deri në paralizë. Jo, një më shku me fakte edhe me fakte i kam edhe të kam të shtëpia. Po, Më kanë qu policia në spital, kanë fotografu, mos kam najsen të thyma, najsen. po e dash. Thyme nuk, nëse lëndime kom pas në për trop, Po. vreda, ama thyme nuk kom pas, po jom kanë e paralizume se stresi, depresioni, E bjen. paralizume prej unazave, mandeja. Jo, pi nervoze. Po, pi nervoze. Pi nervoze po paralizoj kë njeri. Pi nervoze, se nervoze e madhe. Që normal që nervoze, rrin shpi, mos fol me nanën, mos fol me motrat. Mama kanë marrë telefonin, s'ma leshin telefonin, thërke mami telefon, thëshin vllazit, thëshin motrat. Nuk u lajmëroj kë kurkush. Thekë jo nuk është hikmeti këto dal me qik, dal me shetit, unë jam konç aty, më shelëm. E do me thonë, ti krejt të gjana i ke përjetu edhe... Nuk e ka ditë familje eme, deri në atë moment që i kom lajmëru. Po ti ato e pas ke pa të mirin me sy. Moj motër që krejt shqiptartë. Po sot da ki probleme me depresion, me angth. Qysh një është sot? Mas jam shu,
Mas jo nisa mu stabilizu se doktoresha, faleminderit Erblina Dina Roma e Strejmurës Gjakovës, më ka qute doktor Memli, po mbi nuk ja di për momentin, s'po më kujtohet, po ilaqet e tina, jom ra në ilaqet e tina, falë Zotit edhe në ilaqet e tina, unë sot jam kam. Po për vajzën, a ka pos interesi, jo do me thonë jeni prindërt një vajze që sot është 7 vjetë edhe është si drita, për shkak se është këto, edhe e takova, po për vajzën a është interesu në hera, ka pagu obligimin do me thonë që e ka? Na i na dalë shto njërzore me legjë, në fillim i ka qitë një gjëzviti. Qatë herë në fillim kërë e marë, që o dola për shpizi kur që murë familja jeme, majtë 2 jetë në familja jeme më kanë, qatë fillim i ka qitë, ka 100 euro. Po masa nej nuk i qitë, i nali, edhe e kom lajmru avokatin e ti, që kom pas numrin e ti, më kanë thonë për çdo rast, nëse nuk ti qetë, unë shkoj me na vesh me të, e kom lajmru, thirkën telefon ju lërmëj ke djali vetë. Jo nuk është babi këtu, jo babi është dalë me shok, jo babi kështu, jo babi ashtu, deri thash, a di çka thash, unë po du me denoncu polici, thash, hajkar me mu nuk ka. Thash unë vetëm çikën nuk mu e maj, se nuk e kom pru pe familjes teme, po e vladi ti. Qëre, tash divorci është shumë normal, një qift pa tjetër që nuk lidhet, as nuk martohet për munda, po normal. Po ndodh divorci, nuk jeni as part as fundit, po prindërimi është i përbashkët, se ti nuk i ke sjell vetin një, do me thonë vajzën. Edhe do të me prindëru bashkë. Po ti do me thonë nuk e pos përkroje të në këto këto vite, nuk e pos as pak përkroje për rritjen e vajzës. Në qatë fillim, në qatë gjysë viti po, ka qitë pare. Mas gjysë viti jo. E nali, e thira avokatin e ti, më tha, jo, so kam lajmëruar, i thashtu do me denoncu në polici, e denoncova në polici, e thiri ata pi Gjakove prunin pej, edhe unë e dola, i thash qështu, ka deklaru se nuk mu e maj. Prindi, do me thonë Prindi, po, baba e saj. Nuk mu e maj, e në fakt ti po thu që ka qenë shumë i pasur kushtet ekonomike i ka posë ti. Vlaznit e kanë majtë, sa e nuk ka punu, sa e ka jetu si bas. Shkojken tërë të akshamit, dhe në saban nuk u kthejken shpet të pije, të shku mas. Ish buri, do me thonë. Të bo, faqeve të zeze. Ti do me thonë një lidh me ta me mësitni? Po, me mësitni, djali halës. Teme e ka pas shok. Se hala jeme e madhja është në Gjakov, jeton në Gjakov. Sa vite ke qëndru e martu me dashur? 4 vite. 4 vite ke qëndru e martu me. Në ato 4 vite, a ke pos në i ditë lumëtur, që e mbon mend? Unë e thash që ato 4 muj, ju në kone lumëtur, që shto majshin para durve. Po, 4 vite, 4 muj, po. 4 muj më bëjshin bëjmë në kryt teme që shto majshin. Mas 4 mujve që mora vesh për shkak qike se qëfar gjeni e ka, a dhe shkak thmive që a është qik, a djallë masane janë nisi. Tortura dhumët. E pse gjithë kjo rejtje për vajzë, do me thonë, është pak arsye absurde, ti me qanë 7 zonë, edhe ti nuk e zgjidh gjinin, absolutisht. Po normal, ajo vjep i Zotit. Fiks, po, edhe mandina, do me thonë, ti ke pritë, e ke morë vesh gjinin, që ka qenë vajzë, edhe ka fillu, do me thonë, dhuna, ofendime, dulizime, qëfar ofendime i mon men e dashur? E mojnë men ti e kurve, ti e kështu, ti e ka shkon me mashkuj, gjithë ditën e mshelë me, delshin shkojshin jo të dvetë, jo të dajt, jo anina mu majshin mshelë në shpe. Qashtu edhe prapë të kanë ofendu me fjallë? Në lojmë noj, zdi me të shpeshkru fa fjallëve në dyta, mi kanë thonë, po apet që abet u përbisha. Hajtë, thash, mos merë vesh familja, se nona, se dhe pak nonin e kam pas pe zemre, pe të le fars muje. E mos ta di nona, se me bo më ndodhë diçka nonë, se unë s'di, s'kam jetë. Edhe për që ata. Unë e ty të kuptoj për shkak se gratë sakrifikuan shumë edhe ka njëherë e ullin kryt për shkak mentalitetit. Edhe mentaliteti shqiptarit që është, jo, duhet me dëru, hajtë se duhet me dëru, që dëro qika jeme se bëhet, mirë e dëro, se tash kur linë qika përmisot e këthana edhe mazi. Edhe mazi. Veç hatri nënë s'kom dëru, se pasha zotin s'kisha dëru as një sekundë. Po nëna që ajo nënë mu më ka shtip. Bashka knina vujtjet e mija, bashka kur më thëj ka, por gjymi që ta kom dhonë qika jeme më zdel. Më zdel se na mërftë. Nona jote dhe me të kafe. Më të përqafë se
thonë nuk je vetmja që i përjeton këtë gjona dhe për hir të mentalitetit, do me thonë që është i kolbër, unë më me thonë lirisht, duroje se ndryshon, duroje se na merr ftyrën. Po. Ndërkohë që ti ke përjetu të mirën, ke përjetu gjonat ma të këqija aty në atë shtëpi. Veç masakra si s'ka ndodhë. A di që masakrohet njëri, që ajo nuk ka ndodhë. Që ndryshu në s'di që është dhuna ma ndryshe. Ma e mirë që është me konë. Veç sasët më kanë morë me masakru, me më prej me thikë. Edhe ka ndodhë, do me thonë, ma përmene një tentim, do me thonë, po, kur je Vjera. 7 zonë, Vjera, e ka marrë thiken, do me thonë ti ke përjetu atë gjithë shka, deri në atë piken ku Vjera e ka marrë thiken, edhe ka dosh me therë me thik, edhe çka të ka thonë ato momente? Më ka thonë shele kur, tha se e marrë thiken shpërthej ta qaj ta nxjerri fëmin pi bakët. I kom thonë lërisht që kom ki, vish më sarro se kam familje, nuk jam e vetmja. Edhe u largu. Edhe i kum ka zu kunetve, kunata që ka ndodhë, ka thonë Hikmet, në pitë mira nuk i na dalë jashtë. Duro, tha Hikmet. Duro. Dikur. Kjo fjala, dikur. Duro i durum se Zoti pagu, po nuk e di. Dikur me duru. Unë durova, po natë malë, dhe natë malë, sa ma për unë thiken fetë, që i thonë një fjallë. Sa i kum që dur, për pjetë jam dërzu. Po, a ke pas kunata ato, do me thënë, ato çka të thëshin, a ka Kunatat- përjetu të njëjtat gjana? Konatat jo, se nuk ka nejtë shumë e ta, sa janë martu, i kanë morë burrat e vetë, janë shku në Gjermani. Nuk ka nejtë, po Edhe ti këtë mirën e ke kalu edhe e ke përjetu, do me thënë, e vetë me Po. ato. Edhe këto përjetime që disa njerëz normal nuk besoj që munden mi ba. Po ma ndena më preke shumë se e di që si e vetëmja, shumë gra të ruhen me duru dhunën, me i duru në është këtë ato ofendime, ato bullizime që i bohen, për shkak se mos ja merr ftyrën Po, familjes. Po sot, a je e lumtur që je këtu ku je, të paktën që je largu prej atij të mirë. shumë. E di që jeta nuk është e lehtë as pak për një nënve të shqy, se ti detyrohesh vetë momentalisht, do me thonë je pa punë. Po. Edhe detyrohesh vetë me i kry këto shpenzime, këto obligime. E di që s'është lehtë, po besoj ma mirë je sot se sot që ke qenë. Jam shumë e lumtur. Jam duke sikur zogu që të lirohet pi kafazit. Qashtu jam edhe unë. A i kishe thonë një mesazh vojzave dhe grove që fatkeqësisht nështë janë të i përjetu çdo gjona që ti i ke përjetu. Po, ju kisha jep këtë mesan grave dhe vajza që kanë dhunë, mos të adorojnë, të denoncojnë. Sa do e dhimshme që është durat, ka familja si thonë rreqika jeme se e merr ftyrën. Aty unë e kom duru për hatër nënës teme që më kanë thonë se valloj nuk isha duru. Le të bëhen të forta, le ta morën vendimin, le të denoncojnë ata mashkull që i shtrojnë dhunën ndaj tyne. Mos ta adorojnë dhunën, se unë e kom duru, tjerat mos ta adorojnë. I bashkan gjitë nga plotësisht edhe unë mesazhit tënë se do të me denoncu dhunuesin. Do të me denoncu gjithçysh. Ka një herë është shumë zërë, për shkak se e the shumë mirë, unë e kom denoncu, po i ka ble edhe policinë me pare. Edhe po shpesoj që këtu korupcione, këtu nepotizma, këtu gjona, po shpesoj që ndalohen. Ma mirë është me denoncu se se ma ardhë të i të vrasja. Shumë gra në pejën vra, pe burave. Shumë gra, si një une që aty në ma halë, që je marë që ta ashtë që 2 vjetë jam që aty në Kapishnic. Shumë gra. Në rastin e Gjulieta Okelës. Po qajo dhe që e kom kushi. Qajo, e njëtja. Po. Se ma kujtova atë rast për shkak se më ka pas prejkë shumë. Unë jo që më ka pas prejkë, po në kom kajtë si fëmija, ju më shku, i kom thonë nënës, inshallah ti le Zoti me e ta qo sabrin. So kanë shumë gru e mirë, ka pas dhunë, e ka pas burin në depresion. Unë e di qka është depresioni, me ka njëri në depresion. U munu shkreta me 2 puna, ty mojtë familjen, e vikën shpe, e një mojke burit, i jep i laqe, me ardhë qaj mashkull, qaj babë që flenë njënër jasek me ta, mu qumet rap lëmë balë, nuk e di. është një rast shumë i dhëmshëm që pa tjetër që na ka prejkë gjithë neve, po për mos me pas fatin e Gjulietës. Për që ata dhe jam ka i thonë denonconi. Do të me denoncu edhe nuk do të mu sakrifiku ka të shumë. Jo. Se
në fund, na po flejna me keq ato dhimbje, me keq ato përjetime. Normal. Edhe kur kërkon ndihmë gjithmonë është më mirë. Po, normal. Normal. Unë kum kërku ndihmë të shtëpia sigurt atje në Gjakov. Tona falë asaj edhe tona edhe pe familjes kam shumë për kraje. Që 7 vite o ka banë për që jam da për ti. Aja që interesohet, asë që në shkrun limaj, se me tonë nëse ka problem me mu, hajt me mu ka problem, me vlat vetin. Mos më interesu për... Vojze nuk e ke sjellë vetë me njëtë, ka hek edhe atë zhigun me i thonë që s'ka qenë vojza ati, ka dalë dhe më thotë testi ADN-s, që vojza është e ti edhe prapë sot nuk kujdeset edhe nuk e pagun obligimin mujor edhe ushqimor që i takon çdo muj për vojza. Ja, për qikë si interesohet për tonë si me kone dekne, si interesohet heq. Po vojza, Hikmeta pyt me herë për babën. Ka 2 vjet, në qatë fillim ka 2 vjet kër jam konë, adit që jam konë shpje sigur që nejta 1 vjet, kjo e bani 1 vjet e diçka, edhe shike ata prindrit që vishin i shishin të mine, ma bëjke mam ku e kam babin. E kom thonë, mam, e ki babin në Gjermani o të punu, tash me vjenë na bje pare. Edhe ma që ato, edhe një herë që tash krejt vonë, rasisht e kanë gusë mija shkollë. I kanë thonë ti s'kej babe, pse s'vjen baba jit me të more, pse kështu të më ka thonë, thash mam, babi është në Gjermani, mam, thash. Vjen mami, e kur, vjen mami, tash kur ti bë letrat, vjen me na bje pare neve, na merr neve shkojnë. Edhe ma nuk e ka përmen ma qika. Nuk e ka përmen ma qika se nje. Që konë shumë e vogël për ndapit. Shumë e dhemshme, Hikmete. Vallai moj mote qa me bëhe dhemshme, vish trupi jam e din edhe Zotin e që kam përjetu. Po falë nërës pi Zotit, një herë rath parë që e kam e vladin, se mos të shkon kjo unë isha bo më qënend. Isha bo më qënend kjo, po ma hek krejt mërzin kjo, po ma hek krejt, qësh me thonë atë lodhjen, atë mërzin, ato vujtjet. Një vojtë shumë e vogël, por shumë e lezeshme, e hareshme. E hareshme dhe shumë e zgjut për moshën që e ka. Po. Do me thonë, po mësime, qësh po ja del, apo mësën hetë qika? Vallai me thonë drejtë, mirë i ka, mirë po shkon mirë, po një kurs është gjermanisht, ato anglisht ka e peqen shumë. Gjuhën anglisht e kogja shumë i ka një kry, po nuk po ka mundësi mja pagu kursin, se për qefe kesha që edhe në kurs. Edhe përveç anglishtës, që unë e fola pak me to anglisht, po kësaj po ja deke shumë edhe gjermanishtja. Po, që tha që të regoj pak ma heret, prapa kamera, tha folja edhe me të zakën, me motrën teme, se e kam jashtë, me të zakën e vetë, ma shumë folja anglishtës, në gjermanishtës sa shqip. E kam su, do i di dhe do emra, do shkrunjat gjermanisht. Edhe këto e peqen, po me këto mundësit nuk kam, me pas mundësi, e kisha regjistru, po s'ka mundësi. Nuk i mundësi me dërgu vajzën? Ja, s'ka mundësi. S'ka mundësi. Me pas mundësi, po, jam mas ngushtë i motër. Kjo kursi është diçka. është nevoj, për shkak se vajza... Ja don, i shkon. Ja don edhe i shkon, po thjeshti nuk i mundësi as për qëra me pagu? Ja, unë as për qëra s'ka mundësi, as vesh, as mbadhje, bile ushqim s'kam të shtëpia, heq mill nuk kam, nuk di që shmja ban, vesh me dalë në përkushin e di. Nuk e di. Nuk e di vesh Zoti, edhe këta vllaznit e motrat, kudo që janë, si jashtë, si në Kosovë, në ato mundësit, sa kanë mundësi, ju kisha lutë për hir këtij fëmije që po rritet jetim, vetë non, vetë bab, pe kam shumë shtjerë, nja dalë. Qiraja, rryma, bërlogi, uj, vesh, madh, ha, pi, edhe për shkollë. Se në elementare për shkollë. Qa është ma dhemshme është që vajza të rrit jetim pa bab? Babën e ka gjallë. Me babën gjallë, po. Babë a gjallë, po si me kanë, mos me kanë baba gjallë. Nuk interesohet heq. E që nënve të shyse, është shumë vështirë. Shumë. Shkak se çmimet janë shumë të mëdha, do me thonë ato ushqimoret. Po. Ti momentalisht je pa punë. Jo më kanë punë motër, që është më kam kalzu edhe një intervjis ma hershëm që e kom ba, jo më kanë punë, kom punu, ja kom dalë, kur jo më kanë punë, ja kom dalë. Me që ato mundësit mija, ja kom dalë, jo pak qëra, ajo sociali, jo shtesat e qikës, jo punojsha,
a dhe ja kom dal. E tash për momentin jo se bile të që ky doktore që to, jo më kanë i kom bo shtrimet. Është një doktor që to. Jo i kom bo shtrimet, ai e ka pas 180 e ka pas, po kur i kalzova se jam non vetë ushqyesme, e nuk kam mundësi, ma ka vë pa pare ushtrimet. Lirësh mundesh me përmend edhe emrin për shkak se Nuk ja di emrin. Ose diçka nëse dojna me falenderu Po publikisht. mune ma avit, po për emër nuk e di, vish mune ma avit nga ta bollontes që aty. Një gest shumë i mirë, domethënë prej mjekut kur e ka kuptuar se s'ki mundësi, Shumë. ti ka bë domethënë pa pare, Po. falas. Jom kon smut pe unaza, boshti kurrizori i unazave, i treti dhe katërit i ka nis me më largu, ka dal pi venit. Edhe nuk jom kon gjendje fëmin teme me këshyrë, nuk kujdes me qenë shkollë, shoqet ma kanë qu. Ato e kanë qu, ato e kanë marrë. Desa nisa u forcova pak edhe fal doktorit, thot i kam do dhimt në shtëpinë, po jo që as më dhaja që shikom, po mos me mujt mu qu. Kam dhimt apet në për shtëpinë, adin shtëpinë, kam dhimt pak të vogla janë, po për mos me dëru nuk janë. Po që ti bëjshë motër, jeta që shtu e ka. Po qika, po lakmën gjona, si ke shoqënia, qësh janë ato? Valloj më i motër më të tonë drejtin lakmon, po kër e shohin si kum ka zu dhe mësuse, që bab nuk ka, nëse ka babën, po s'kujdeset për ta, është si me ka jetime. Është krejtësisht i pa interesum, domethënë për vajzën, Krejt, të nuk i cilën interesohet. është baba domethënë Po. dhe është krejtësisht i pa interesum, po. Nuk i interesohet, kër e kum ka zu mësuses, ju ka dhim shumë kakoj bile dhe mësusja, edhe i ka bashku fëmine nxoncat, shoqet e shokëve të qikës, edhe ju ka kazu tash, kush ka mundësi në ato mundësi, nëse unë se la keq, në ato mundësi e bëj bukën të shtëpia, ja bëj në ato mundësit e mia. Lakmon kjo fëmi, lakmon, po lyp pasha zotin lyp, po nuk ka mundësi motër mjep bli, nuk ka mundësi se për qip, kush zbon për fëmijët vetë, hajtë kalzon. Ti në ato mundësit e tua dhe kur do që të ndihmon dikush shkon edhe i blen vajzës Po normal, normal. Kukullat ma jo se tash o rrit nëse i blej kukla, po ma pak, po ma shumë për lapsa këso senesh, lodra ka të shtëpia edhe i bin ku i shit, po nuk i la, po jo dhe qash se ma shumë jam interesu me kap mësimi. Po edhe vajza e interesu me ka mësimi, Po, normal. se Vlen Mocek që është 7 vjetësh në klasën e parë, Po, është ja dën shumë mësimi edhe Po. i ka nota domethënë krejt 5. po, edhe mu i mi ju të regu në qante Po, ka, mu i po. ju të regu në... Fola me to ma bëni tha, unë i ku marrë tha 11-5. Shumë, e vërtet është, 11 peshen këtu në libër i ka, Mm, me mësu, po, dhe mja dash mësimin, vish inshallah i zgatë. inshallah i zgjatë dhe inshallah bëhet mirë. Faleminderit. Po, a po kujtohet diçka që ka dasht me i ble, nështë një moment edhe ti që ato momente nuk e pas pare edhe jeni nështë shumë keq. Jo, ka pas, mas lert i paranijave. Shkum një market që to, edhe e ka pa atë mashen me një kukull. Tha, ma mblema për momentin s'pata, me tonë drejtën s'pata, se për qefja kisha ble. O ma mblema o shku të kajtë, kur i kom thonë ma mble, prizat zotit mam, se me pas pare të blin mami. A kur mami, thash, kur të bëjnë pare? Kur të bëjnë pare, qatë minut që ti bëjnë pare, të mami ka me shku me ta ble. Beso në Allah s'ka rren e që i qikën shkollë, shkoj, jam thuja krejt ditën, pështilna, menoj çka me bë, qësh mja bë, tek mja bë për nesër, edhe kaj si fëmija. Kur vjen të shtëpia qika më shem me latë kuqne, si të kuqne, qa ke mamë, thash kur gjanë, më ka hini miza ose më ka hini bukë, si kalzoj se nuk është mirë, se është e vogël, sa është e vogël se kur të rritë puka, mi kalzu krejt. Krejt, në gjarjen. Është e vogël ama prap Është e këthjelt, është e këthjelt, ja regjistro këtë truni me një herë. Për moshën që e ka dhe me thonë është e jashtëzakonshme. Shumë. Për kundër shkollës që po jetë, si pëlqen shumë edhe gjuhët e huaja, gjermanishtja, anglishtja, Shumë. po ti nuk po ki mundësi me ja pagu një kurs dhe me thonë vajzës. Jo, nuk ka mundësi se me pas mundësi, me ka në punë unë, fjala është në punë, me ka në ma të mundësit e mia e paguj. Po s'jam, kështu që ju kisha lutë vllazën e motra, kudo që janë, sa do pak për një banin mas keq të jam. Si jam që aty 150 euro, me thonë drejten mëk, që tash dola, që i kanë kënë shkollë e spërkata venin edhe dola, tash kur shkoj. Sa është një sprej që spërkat zitin, e nuk ka nevoja mira me paqavër, teret, heket e fetë. I kom në dyre dritare qelë, për mës me ardhera keqe. Ju kisha lutë vllazën e motra, kudo që jeni, më mdimu.
për banin mas shumë ti kam nevojë. Mas shumë ti. Për vesh mathje, për hangër, për pi. Shtash për momentin jam pa mirë, pa asë një sen në shtëpi. Vesh duhet me darë të naj kushia, naj kush unë për veti darë ka. Se sa për veti nuk ja di, por për që këtë qikë. Mës të mjetë unë. Hikmete, me qenë gru, non, vetë shyse, nuk është as pak e letë. Hikmete, apo më në shme adalë? Baloj me i motër jo. Jo, 150 euro kam qiran, 120 e marë socialin, 100 euro e kom morë për para, që tash në qëtë muj ma kanë rritë 120 ma kanë ba, edhe qikës ja kanë rritë shtesat, 140 euro, me 140 euro që ka me ba? A qiraja, a uj, a rryma, a borlogu, këni në tjetër nënë qika, po më blema këta. Nuk po ka mundësi, se me pas mundësi po. Po nuk ka mundësi, kështu që ju kisha lutë vllazën e motra, kudo që jeni, bama një zgjidhje, një banim, edhe po me pagu, me mnimu me qira, me pagu, ose me pagu qiran, ose me ma bon një shtëpi, ose një banis. Ta kam bele një kulli mi kry, beson Allah, bi me kasavet, qësh mi a bon nesër, kur vjen qeragjia të dera me marrit qiran. Se kështu kur të kish shtëpinë tonë, e flen ma shlirë, s'ki kasavet heq. E kur t'jesh në shtëpi tuaj, e plus me qira, me thmi, e pas as një të ardhëm, dë vetme, vish me social, janë edhe familja tjetër nënë, po dhe ata në ato mundësit e vete, se as ata si kanë kushtet qaq mira. E lojnë veten keq, e mu më ndihmojnë. Do me thonë të ardhra që i merë ti bashkë me shtesat bëjnë 140 euro, ndërkohë që te ki 150 euro qëron. Po. Mandena ku janë shpenzimet e tjera dhe fakti që shumë shpesh pa tjetër si një non një është keq. Po normal. Kur qika lyp diçka me hongër dhe nuk i ka merë për një. Jo, se krejt thmija lypin, s'dvesin a kia s'ki. Po. Shto që valla e kam shumë shtirë, pra kush ban ramet për që t'mi, njëherë një strem, ta kem një strem, ta kem kryt e qetë, mos ta kem kasavetin nese që ka po bon, ta vjen të dera, se ka pas rase se s'kum pas heq, edhe kum lutë. Falë me bil me qëtë mujë. Nuk kam ku me murë, ose kur të mdelë sociali, ose falë me qëtë mujë, nuk ka pas shansë më falë. Qara gjiu. Edhe i ka pasoni, i ka senet, i ka krejt, po nuk e dijo i motër. Sa ma shumë që t'kish, aq ma shumë t'ishin. Ti ke përjetu shumë sene dhe për mu ke shumë edhimshme me dëgju historinë tone, po sa vajza dhe gra tjera dhe më thoni përjetojnë njëjta gjana, edhe ti të njëjtën ku edhe një mesazh shumë të mirë me denoncu dhunën, edhe pa tjetër. Mandena ja del dishysh, po të paktën sot nuk i e rrezikume me jetën tone, edhe i ki kryt rehat, se nuk i e mon familjen ku sot jam shumë e lirë. Gëzoj lirin të ima, se sot i kam drejtat e mija, kam lirin të me atëherë ku nuk kom pas. S'kom pas liri as me fol, le mod këto sene tjera. Shumë. Do me thënë, tretu qatë shumë sa që t'kanë lop pa bok, t'kanë byllën në dhomë. Po. Nuk t'kanë lo as me dalë poshtë në salën me hongër, do me thonë ushqim, bukën them ma kanë pru si qenë. Si qenë ma kanë gjujtë sot, le tanat po telefonin kër më thërke nana, e nuk mu lajmërëshin, e i thëshin o dalë, ka shetit me qikë, e unë të e kone më shenjën aty, me gjithë qikë. Do me thonë, deja të ku edhe familjarët e tu ku t'kanë thirë, po. Ju kanë përgjigj këta në emër tënë dhe i kanë thonë nuk është këto. Po pse gjithë kjo urrejtje? Nuk e di o i motër, nuk e di. Gjithë këto gjona jo normale? Çka menon ti për këtë gjonë? Pse? Qështu, se e ke qynë 4 vjetë, do më të ke qëndru e martune? 4 vjetë i kom hup, e kom hup për një teme, 4 vjetë. Nuk e di, gjelozia mes nusës edhe vjerës. Se me dasht ajo djallin te ma shumë se më. Se me dasht nusja burrin ma shumë se nona djallin. Qa me bajdi, hala ka kësi mentaliteti, po nuk dalin, nuk tërgojnë, e unë e valaj po, unë i ku më thonë do mi tregu, do me qitë për ledin, se balë ma qëtoj, mu ka mu shkupa. Edhe ti prej qefit nuk e dalë të me tregu historinë tone, po thjesht vujtjet e tua shumë të mdoja, që për kundër krejtve, unë e mendoj që shqyqyr që dole. Po. Pse?
sa do pak e ndërgjetëson edhe dikan. Edhe e jep një mesazh për ato gra që ndoshta s'kan guxim me denoncu dhunën. Jo, unë ju kisha thonë aty në grave, qikave, le të dalin, le të denoncojnë, le të bëhen vetvetja. Mos t'jenë dhunë burrit, presion të burrit ose të vije rrive, ose ka lloj-lloj dhune, lloj-lloj presioni. Dhe të bëhen e zoja vetvetes. Mos të rrinë si struktën në kafas të mshenin, po le ta kërkojnë drejtën, le ta kërkojnë lirinë e vet. Unë mas parti kur jam hi aty një farë shoqate iniciativa, tana herët më kanë ndihmu, faleminderit pe ti, mas parti pe hoxhës. Ai me gjithë grupin, mas parti kur më ka marrë me kamerë, më kanë ndihmu me ndihma, me miell, me ndihma gjana ushqimore, edhe me tesha, po çka kon ma e mira ke kësaj, o kon se ma ka pagu qiron. Për një muj. Edhe ujt, edhe ata rrënën so habita ujt. E to në ato mundësit, po edhe 2 vjet, mos ta harroj, edhe 2 vjet, par vjet edhe vjet ma ka pagu me morë sa mund për Ramazan, buken. Edhe tashti, kur mbjen miell e çojnë qatë furën ka peshnica. Edhe më ka thonë se do rast që e qita dhe. Po dole me fol publikisht. E që të kesh të kallëzu se nuk më ka besu, më ka thonë, kum një për tjerve si je martu, e ti po rranë, e ti kështu, i thash, hoqë. Thash, unë e pi qefit nuk dalë, thash, pe nevoje, thash, se me konë mirë, mi pas kushte, thash, nuk dalë në televizor. Me kërë gjithkush me mu. Thash, se ma shumë dalin, shajnë, ofendojnë si sa me të një mu. Që rastin që e pata. Ta tregova në telefon. Kështu që... Po, dhe një përballë me shumë gjana, me shumë sfida. Edhe kërcënime me përmes në telefon. Edhe me kërcënime jom përvu. Kërcënime prej janë njerëzit burë? Ja, për këta që jom dalë në televizor, e që kishe po të ndihmojnë, njën e non kishe po të ndihmojnë, tjetër non më kërcenojshin. Të kërcenojshin? Qysh të kërcenojshin e dashur? Me qu pare, sikur që ky rasti. Do me thonë, vlenë më cikë një rast mashtrimit që të ka kërku pare filani. Dje mas lekti, e pove edhe ti mesazhe. Më ka thonë, po të një moj... Dërgomi me Western Union 480 euro, unë ti dërgoj ty 10.000 euro. Në bankë, për 3 vjet me pagu qiron. Do me thonë, kjo është thjesht një rast mashtrimi që nuk ka asgjë të vërtet, edhe ty po do me thonë, mos i beso, se një njeri që do me të ndihmu nuk të lyp diçka në këmbim, thjesht do me të ndihmu e bën. Po. E dashur, nuk po du me të ngarku ma shumë, faleminderit që ndove një copë shpirti me neve, edhe e di që nuk është e lehtë, po e ke marrë forcën edhe po shpresoj që kanë me të ndihmu edhe njerëz të tjerë. Inshallah, veç për një banim, ta kem shtëpinë teme, ta kem banesën teme të flenje të qetoj motër. Që ata po kërkuaj mas shumë ti. Kam nevojë edhe për ushqime, veç mbathje, po banesa është në rend parë. Se beson Allah që aty edhe ngusht, po dhe kur vjen të dera në treket, gjami, ama qëron, e mos mi pas ku mi mor, pasha Zoti s'ka gjama ma keqe për mu. Si me kon, s'ka gjama vishë vdekja ti. Kur s'ki ku mi morë i motër, edhe i tham, t'lut në Abrahim, se Abrahim e ka me në pronari, është t'lut në Abrahim, nuk ka mundësi, bile më ma falë, një muj, po nuk të falin kërkosh. Qështu? Faleminderit shumë, e thashe dhe ma heret e di që s'është e letë, krejtë sfida, po përkundër krejtë historisë tone, mu po më vjen mirë, po vjen madje shumë mirë që jeni nën heroin, që s'ke hek dorë prej vajzës tone. Një diçka deshta me cek, kur jëm da pi ti, që ta shkrejt vonë. Po më shku në Instagram, po më tha, përshëndetje, tha, du me pa qikën, thash, më falë kush jeni jo, tha, mos o po kështë s'po njëj, thash, o zëtni, thash, unë nuk ju një juve. Tha, unë jem baba i qikës, tha, kur bëhet 24 orë, dua qikën gjaku me pa. Thash, më falë, kush jeni jo mas parti, tha, jam filani. Thash, o zëtni, thash, ja e di se ti, unë e ti na do, unë edhe ti s'kem kur gjon. Thash, edhe me pa dash qikën, thash, ka shumë që 7 vjetë ku je konë. Ku je konë që 7 vjetë. Tha, s'ko që ka t'intereson ty, tha, qëtë ma qikën ose e paguj avokatin, ton gashin. Ka me pagu me 1000 euro, ka marrë me ta morë qikën. Thash,
Vallaj, me shpirt thash ka me leftu edhe qikes ki më marr. Ti mos u frikëso. Jo, për kundra. Jo, e di që është ajo frika e nonës, po ti ma tregove edhe një rast që ja ka hjek atësin. Atësin. Po, ja ka hek. Bjemrin e qikes. Do me thonë vojza sot e gëzën bjemrin tënë dhe ju bjemrin e babës. Ja, as ka kur gjona shpit qika jeme. Nuk ka kur gjona. Nuk e di që shka rrit këto me bo, për shkak se ADN-ja ka dalë dhe ka dalë dhe me thonë që vojza është e ti. Edhe me legj nuk mundet ashtu, po nuk e di që shja ka bo. Nuk e di ato pështjellime i din veçaj, se ka gjithçka. Në kohë sohet të parë jam pyetje. Për pare po bën gjithçka njeri. Po, do me thonë, ai kushtet financiare i ka, dhe në këtë rast ka mundësi që ka bërë diçka po tuti. Pra po shtedhimshme me një vend ku jem me shtet, me polici, me organe gjithësore, me gjitha. S'ka shtet, s'ka polici, s'ka kur gjë, veç korrupsion. Se me pas shtet, në atë pa, në fakt që po ju thonë se mashkull dhe koka dhe kë, që të gratë që pi vrasin, unë me pas shtetin, e me kanë kryesori i shtetit, i kisha vjerë. Në konap, edhe ja kisha shti flakën. Edhe kishin pa krejt mashkull tjetë që bojnë dhunë, e që i vratë, morim sin të qaj. Po nuk ka shtet sot. Vrahet gruja, se kur një zak që e mytë. Qashtu. Edhe si interesant kur kuj kur gjatë. Shumë. Shumë e pa vlerë. Për mashkull s'kem vlerë na, veç hajtë. Kështu që s'di. Atë ka hu besimi i Hikmeta në burra? Kam oferta, motër, po më lutin, po nuk jam e interesume se ma ka djegë. Që të thojnë, kur s'lin djili parë, as i dyti, as i treti, as heq. Se kam oferta jashtë e këtu, po nuk jam e interesume i motër, nuk jam e interesume e rriti që qikë se hajtë, po martona. Po, ju ke vendus me ju përkushtu qikës? Martona, me qikë, nuk ma do qiken. Se ka dhe se s'ta dojnë, donë ty, po thmi nuk e donë. Përsa kom pas shumë rase, ty duhet qiken, leku dush qiken, hajde ti. Marto me mu i thashjerë. Unë e qiken se la për jetë. Jo 10 burra, po 1000 burra me në konë për qikenës, unë e qiken për ju se la. Bravo të qovë se jeni non heroin, që përkundër këtë mundësive dhe edhe në shtatë këtë mungesës së kushteve, nuk e hek dorë as pak për vojzës, edhe mundosh me mishe shpirt, me lom vetën keq edhe me aplusu vojzës çdo dëshirë. Jo, edhe një mesazh për këto nona treja e këto gra që pi braktisin, mos bëni gjëna një braktisë. Aman, ju kisha lut. Fëmia është dhuratë e Zotit. Pa marrë parasysh, çka ke probleme me burr, fëmia nuk braktiset. Sidomos ku për viqesin në për kontinierat, kontat bërlogët, mu shpirtin për makut. Me pas mundësi, qatë mi e kisha arrit. E kisha shku, e kisha morë vetë në ato mundësi, me pas mundësi të kushtet, vetë e kisha arrit. Kisha bo si fëmin tem. Po, qa me bo, gjithë kushi, non gjithë kushi po bo, sot. Edhe nuk është një bre, me bo fëmi e me qitë në rrugë. Kur si e zoja me majtë, mos e bo, pse pe bon? Po aty apet aty punë të Zotit, nuk mundet kush me jo përzi, po mos e braknisni, se fëmija është angjëll, fëmija është dhuratë, dhuratën me e bukur që ta ka farë Zotit. Unë e falë njerës për Allah që e kam qikë, kjo ma ka mush jetën, ma ka plëcu jetën me gjithë shka. Edhe bravo të qofë se me këtë ato forcat e tua, dhe më thonë, edhe nuk ka me hek dorë kur pisoj. Sa të më lanë dhe u zi, si thujnë, dhe sa des. Nuk ka me hek dorë. Mos e dorë asë një. Kur? Se është fëmija jëtë dhe ta dhosh Zoti shnetën edhe veç për para. Edhe po besoj që njerëzit kanë me ndimu sa do pak. Inshallah. Se jetën nuk e ke pas hiq të letë. Jetën e kom pas, që shme thonë, se ku këta filma tragjik si janë. Qashtu, jeta jem o konë. To Ana, një vojës shumë e mirë, shumë shembullore, si në shkollë, si kështu në sjellje. Po, njëherë për njërë Zotit faleminderit, mirë është punë, qika mirë është. Në ato mundësit e mija, po më njona me shkollu, me eduku, që shpo muna. Ti nuk e ke pas jetën as pak të letë, edhe përkundër kësaj, ti sot do me thonë,
a ka ndiku diçka në jetën tonë, do me tha ato traumat, ato gjonat cilat i ke përjetu atje, a shë vetën sot me na i sjellë me diçka që si e mirë? Una? Që, po, edhe emocionalisht që ndodhë nështë na jankë, na i pa gjumësi. Jo, në qatë fillimet e para po. Kum pas angth, kum pas depresion, jom kon në për mjek, në për hoqë, në për gjithka, po. Pa mirë s'pi Allahit, sot nuk përdori kur far ilaçi, nuk shkoj të kërkur një hoqë, veç Zotit jo kum shtet. Për para po, ama tash jam shumë mirë. Hikmete, ku e gjem forcën, çdo ditë mu çu mëngjes, do me thonë për kundër kushteve që si ki fort mira, ku e gjen forcën? Të thminja, të qika. Të qika. Qika, krejt kjo ma jep forcën. Furnizimin forcën e kam të vladi. Krejt kjo. Mos t'i shkon në tash, mos t'i shkon kjo, unë sot nuk isha kërkushi. Unë jam e plotësuar në çdo aspekt. Si non, si një grua, si një femër, si në çdo aspekt jam e përmbushme. Përfundar keni mesazh. Fillimisht du me ju drejtu vajzave treja, qikave treja, që nështë besoj këshillën tonë kime lidh pak edhe të me u fokusu të punat e karrierat e shkolla. Po. Qikave treja një herë. Po, qikave treja ju kisha lut, kryni shkollën, burr gjan. E shkollë nuk gjan. E gjan shkollën, po ma mirë kryni shkollën, se burri nuk tik. Ma mirë mu martu pak e pjekne, e me kone pjekne, me di dosene, se sa e re, se martosh, hajt, po martosh, qa është ajo, unë kur gjan heq. Unë mendoj që me gjithë burë është gjoja ma e letë në botë. A sidomos rrjetet sociale tashte, që shokon për para, ma nry shokon, ma zor, tash në për rrjetet sociale, pasha zotin që tu me dalë në rrugë, mi thonë një djalit, ama një shkrebës, mi hinë biset me ta, lidhesh me ta dhe martosh. Nuk do të me la shkollimi, ja, nuk do të me la karriere, në asë mënyrë, se une po në thonë, ina konë shumë fëmi, baba, na ina konë 10 fëmi, baba, nonën e kom pas avise, baba konë avokat, po ka bëjmë punu në birari, po u privatizu biraria, tash edhe avokate, po e ranë depresion, usmu e ranë depresion, në motren edhe mu, na ka shtim punë që aty, në ato mundësit e veta. Po me lanë më shkollu, jo se mas lufte e kem kuj shkollën. E mas lufte, nuk, kur fa shkollës o konë. Se i kanë shfrizu femnat në loj, kanë lujt me tonë, që shkanë deshtë. Ajo nuk o konë shkollë. E për që ata për mësmarë... Atër janë ko kutë ndryshe. Po, për mësmarë, deta joja, baba nuk në kalon. Ma mirë tha qika jeme, tonë, nga të meje, se sa më shku me të shfrizu të lifa idioti. Kështu që ju kisha bo apel qikave treja, mos i le ana shkollën, mos i le një punën, burë gjanë, ama shkollë e punë e karriere kryne, aman, kryne karriere. Mesazh nuk e di, mesazh ma të bukur se ke për vajzat e reja me ndjek shkollën, me ndjek ëndrat e veta, mu bot zojat e vetat. Mos e leni kërkush me ju shkel, kërkon, sidomos, aq ma pak një moshkull, me lujt me ty, qa ka lujt aj me mu, qa ka hek, qa ka bajnë një jetë teme, qikave të reja ju kisha lutë, mos lijoni. Mos i lijoni moshkët me ju shkil. Më falë kamarja që për ju thonë, po nashta këto e thonë për zemrës plasë, mos milon qikat në shkollën, anash mu martu për një burë. Po këshill ma të mirë se kjo nuk ka, për shkak se gjitha zihen jetë. Po thjesht do të me këshyrë jetën tonë, se mujna me kombinu nështë edhe martesen edhe shkollën. Po, ka dhe ajo. Po që se do të me u fokusu të shkolla, sidomos qika që janë në moshën 18 vjeçare. Po vajzave, po menej prograve të cilat përjetojnë dhunë sot. Qa i kishe thonë? Unë ju kisha quj një mesazh, mos dëroni. Denonconi se vjen dejtë e vrasja. Se shumë gra këtu në pej, e aq me pak u killën që e kanë vra. Gjeljeta u killën. Valloj gjuna. Mos doroni, denonconi, sa do e dhimsh me arsh, denonconi se nuk po doroj këtë rrume. Edhe kërkoni ndim, merr në forcë. Po, kërkoni ndim në për shoqata, në për këto gazetaret që vinë jep intervistë. Bëni vetvetja, shprehni, hekni, qitni atë mëllef që e keni, tregoni, mos o bëni të myllne. Po hekni atë mëllaf, atë që e keni brenda, shliron, se kur të folë me dikon, je ma e lirë. E vërtet, po.
Një ma e lirë, se për shembull çat herë në fillim që kanë ardha i hoxha kum pas të rim. 2-3 herë, jo, po 5-6 herë ma kanë ndërprej kamerën. Se kisha emocione, mu kujtojshin ato momentet, kisha stres, kisha angth. Po tash jo, tash as syni nuk më treme. Që aty me pas burri nuk më treme syni. Bravo, të qofë se ti e në drejtën tonë edhe për këtë vajzat edhe gratë të cilat ka nevojë, do më thonë me folë me dikan edhe më shprej me dikan, mundeni me një drejtu shoqatave. Patjetër, edhe dishta me thonë për Pink Movement Kosova, e cila është një lëvizje që mujnë me drejtu tek ta, edhe me kërku ndihmë edhe me folë, do më thonë me diskutu me ta. E dashur, faleminderit shumë, po për fund a e ki edhe një lutje. Lutja më e madhe është ta kem një shtëpi. Mi kry, një kolli mi kry. Ta kem shpinë teme edhe me veshë me matë, po mu ka bo pengë kursin. Kursi vajzës. Kursi vajzës për shkon anglisht janë shumë. Mi pas mundësi, e paguj, pas ka mundësi. Unë nuk po muj mja dalë me hongër, me pije, me qëra, lema kursi. Edhe gjitha ta kurse do më thonë që MPay mujnë me kontaktu me neve, ndoshta del dikush që ka dëshirë me ja pagu kursin vajzës. Kursin anglishtës, gjermanishtës. Një kurs, veç një kurs. Ta ken një kurs të rritim. Ta angazhu vajzën dikon. Po. E do shumë faleminderit shumë, kesh shumë derë dhe knatësi për mu me ta. Gjithashtu edhe për mje. Knatësi, e faleminderit për juve që një ardhë pes lërktit. Keni mërë këtë mund dhe një ardhë këtë pes lërktit në këtë dëshi. Po... Historia ju të ke shumë e dhemshme, shumë e trisht, po edhe shumë inspiruse për shumë vajza dhe gra. Që edhe mesazhi ma i mirë ke mos me dëru dhunën, edhe me denoncu dhunën. Në asë një mënyrë. Mos dëroni dhunë, kërkoni ndihmë, sa do pak, në shoqata. Ku do, veç dhunën mos e dëroni. Faleminderit shumë me dashur. S'ka gjë, faleminderit e për teje, shumë faleminderit.